ne nuk kemi, domethënë, ajo çfarë duhet ta them qartësisht, faktoj është pjesë e këtyre rrjeteve. Pra ne jemi pjesë e rrjetit ndërkombëtar International Fact Checking Network, ku janë më shumë se 80 organizata në gjithën botën pjesë, dhe kur them 80 organizata, bëhet fjalë për organizata siç është Associated Press, Pagella Politika, pra mediume shumë të rëndësishme në Europë dhe në botë, të cilët kanë jo vetëm një prestigj, po i qëndrojnë shumë fort kodeve të etikës dhe kodeve të praktikës, të cilat faktoi i zbaton në mënyrë rigoroze që prej krijimit të saj dhe deri më sot. Çfarë bëjmë ne në ndryshim nga portalet apo nga mediumet e tjera? Ajo çfarë ne bëjmë është që ne përdorim dhe zbatojmë në mënyrë të rregullt një metodologji, që në fakt është një metodologji që unë e kam zbatuar personalisht që në ditën e parë kur kam punuar në një televizion, mund ta përmend emrin si Top Channel, ku ne kemi pas bërë gjithmonë kryqëzimin e burimeve, kemi pas pyetur personin apo zyrtarin e lartë dhe kemi verifikuar në terren, pra kemi pyetur njerëzit për çështje të caktuara se çfarë ndodh dhe pse ndodh. Verifikimi i burimeve me të dhëna të qarta dhe të pakundërshtueshme e bën një lajm jo vetëm të vërtet, po ti i jep zë të gjithë aktorëve të cilët kanë interes, duke e ndjerë që gjithë predispozita është për zgjidhjen e këtij problemi. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kryerja e këtij procesi kërkon punë, po kërkon edhe profesionalizëm. Çka do të thotë që një lajm për ne nuk ka rëndësi nëse merr kaq klikime. Lajmi ka rëndësi të jetë i rëndësishëm dhe të zëjë vend dhe peshë tek institucionet dhe të japi zgjidhje problemeve të cilët kanë njerëzit apo subjektet e caktuara që preken nga një çështje e caktuar. Dhe ky duhet të jetë thelbi i gazetarisë.